Mi se erdhe Virgjëreshe dashur në letrat rrëfejnë, jam Diana, do bëj leximin e juaj të radhës. Letra që kemi para është 10 të shpatës, 7 të monedhës, dhe Hermit që pasqyron në fakt Virgjëreshën, dhe asi i shkopive. Virgjëresha ka kaluar, se 10 të shpatës është ajo. Shikoni këtu. Ta them, duke përpunuar një dhimbje, ta them unë, apo duke te i kaluar, se është, ka qenë, nuk është, ka qenë, ka kaluar një fund të vështirë. Nuk është lodhje, vetëm lodhje, por një ndjesi, mbyllje, diçka të ka përfunduar dhe nuk thehet më në atë formë të vjetër. Diçka mund të jetë zhgënjim, mund të jetë ndarje, mund të jetë shumë çka, por që 10 të shpatës tregon prerje të dhimbshme, zhgënjim ose një situatë pra që ka shkuar deri në limit. Pastaj vjen 7 të monedhës, që ta them që një lloj ndalese, reflektimi, pyetja, a ja vleti gjithë kjo? Dhe Hermit është thelbi i leximit. Tërheqje, vetmi e zgjedhur të dashur Virgjëreshë, mendimi thellë, një lloj reflektimi, jo aratisje, por rishikim i rrugës. Dhe letra e bukur është asi i shkopive. Asi i shkopive tregon se ky zëlim nuk është fundi të dashur Virgjëreshë, por fillimi i një energjie të re. Diçka ndizet brenda teje, por vetëm pasi ke qenë vetëm me veten, pasi keni reflektuar, ta them. Nëse këto letra do t'i lexonim vetëm për dashurinë, do t'i nglonte kështu të dashur Virgjëreshë. Dashuri ka pasur lodhje mendore, emocionale, diçka të ka lënduar, ndoshta jo një herë të vetmesh, por shumë herë. Dikush. Dhe 7 të monedhës tregon që po mendon seriozisht, a ja vlen të vazhdoj kështu? Apo a ja ka vlerëtur që kam qëndruar aty? Dhe Hermit tregon nevojën për hapësirë, nevojën për të qenë vetvetja, jo për të larguar patjetër, po për të kuptuar çfarë do realisht, apo ja vlen të qëndroj këtu, një lloj reflektimi. Dhe asi i shkopive tregon që ose kjo lidhje do të ringjallet me energji të re dhe ndryshe, ose ti zgjedh një rrugë të re me më shumë pasion dhe sinqeritet ndaj vetes, me më shumë dashuri ndaj vetes të dashur Virgjëreshë. Çfarë nuk ndizet më, nuk mund të mbahet me forcë. Nëse po këto të njëjta letra do i lexojmë për punë dhe para, edhe këtu ka një fund, një mënyrë pune, një projekt ose një situatë që nuk të përfaqëson më. 10 të shpatës, lodhje mendore, 7 të monedhës, vlerësim përpjekjeve tua, vlerësimi përpjekjeve, dhe Hermiti që tregon nevojë për qartësi dhe fokus, çfarë jam duke bërë, si mund të dal nga kjo. Por, asi i shkopive tregon një idera të reja, një shtys me një farë mënyre, ose një motivim që vjen nga brenda jush, jo nga presioni jashtë, absolutisht. Nuk është koha për të bërë shumë gjëra, është koha për një gjë që të ndezësh, që të kesh sukses, një gjë, fokusi pra. Çfarë mund të bësh konkretisht? Prano që diçka ka përfunduar apo është në përfundim e sipër. Mos u ngut për përgjigje të shpejta, të detyrosh punën, personin, situatat që të marrësh përgjigje të shpejt. Jepi vetes hapësirë për të menduar dhe për të rigjetur veten. Në fakt dhe për ta pyetur shumë gjëra, ja vlen gjitha këto? Ndiq atë që të rikthen energjinë, jo atë që të shterron, të dashur Virgjëreshë. Këshilla që mund t'ju jap është vetmia jote tani nuk është boshllëk. Është terren për diçka të re, duke krijuar një rrugë të re. Kur të ndizet ideja e duhur, apo ajo çfarë vërtet dëshiron, do ta kuptosh më njëherë, sepse do të jap energji, jo frikë, do të jap dëshirë dhe vullnet për të vazhduar. Absolutisht. Pra, gjitha këto
çfarë po ndodhin është një lloj reflektimi me veten tënde. Jam në vendin e duhur të vazhdoj apo jam me personin e duhur të vazhdoj. Ky është reflektimi që duhet bëni me veten e juaj.